إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد Falënderimi të kanë Allahut Azza wa Jall. Atë e falenderojmë prej tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Selavatet ja dërgojna Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe krejt muslimanëve që e kanë pasuar dhe ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Pastaj, vëllezër të dashur musliman, xhamatlinë të nderuar, në herën e kaluar filluam temën se muslimanët nuk duhet të adhurojnë Allahun Azza wa Jall ose të veçohen në adhurim ose të kryjnë obligime ndaj Allahut Azza wa Jall që i kemi të kryjmë vetë gjatë muajit të Ramazanit, por jeta jonë duhet të vazhdon me ibadete dhe me adhurim. Këtë temë e filluam herën e kaluar dhe do ta vazhdojmë me atë se ne do ta vazhdojmë jetën tonë me ibadete, me adhurime, me nënshtrime ndaj urnave të Allahut Azza wa Jall dhe largime ndaj ndalesave të Allahut Azza wa Jall. E mos jemi prej atyre që gjatë muajit të Ramazanit kemi qenë shumë të kujdesshëm. Nëse gjatë muajit të Ramazanit na shpërmend ndonjë ndaluar, le të jemi largu prej saj. Nëse gjatë muajit të Ramazanit na ka përmend dikush se mbytyja e njeriu është mëkat i madh, e që dikush bile e llogoriti dalje prej fesë krejt. Ndërsa pas muajit të Ramazanit, fatkeqësia po ndodh, pas muajit të Ramazanit ndëgjojna lajme se filani e mbyti filanën, ose filani e mbyti filanin. Kjo jep me kuptu se personat e tillë kanë qenë duke e adhuru Allahun Azza wa Jall veç gjatë muajit të Ramazanit. Ndërsa dini po kërkon që ti me adhuru Allahun Azza wa Jall edhe pas Ramazanit vazhdimisht. Njani u kthy ashtu, gjatë muajit të Ramazanit ishte i kujdesshëm, jo me mbyt njeri edhe atë më të afërmin e tij, por ndoshta veç me i sjell me një traume e ka mbajt veten e tij. Ndoshta veç një fjalë me s'mia thon e ka mbajt veten e tij. E pas Ramazanit, jo veç fyrje, jo veç fjalë, ndoshta jo veç rrahje, por edhe mbytje krejt. Tjetri, gjatë muajit të Ramazanit ka qenë 5 vakli, alhamdulillah. E pas muajit të Ramazanit, një ose 2 mendje se i qenë fond. Tjetri gjatë muajit të Ramazanit ka qenë i plot namaze, edhe teravih që ka falur. E pas Ramazanit, asnjë prej namazeve të tij nuk e fal. Kjo është merr. Ndërsa ky dini jon kërkon që edhe prej të mirave që ky dini jon i ka përmend, prej të mirave të asoj që ti nëse vazhdon vazhdimisht me kanë në ibadete, janë të mirat shumëta. Prej tyne, e mirë që imani jëtë, besimi jëtë, shkon duke u rritur. Besimi, imani jëtë shkon duke u rritur. Se nëse njani veç për një ditë, i kryn krejt obligimet, shka na i kem obligim prej kur quhmin me mëngjes dhe në mbrëmje, krejt i kryn. As një mëkat se ban. Çdo të thotë që kë ju ka ngrit imani i tij. Po për më ngrit imani, duhet pak me mundu veten, duhet me të morë pak ku, duhet me hec pak ku. E ajo që ty të ban me ta ngrit imanin tanë, është me kon i vazhdueshëm në fe. Nëse ke qenë njeri që e ke rujt gojën tonë dhe gjatë muajit që ka kalu, Ramazan, atë mboj edhe tash. Edhe me këto kime vrejt vetën tonë dhe se imani ka me shku të rrit. Nëse atëherë nuk e që dorë në askand, pa të drejt, edhe nëse këto e vazhdan, imani ka me shku duke të rritur. Pra për të mirave është që imani jëtë vazhdan duke të rritur, ju veç kaq, por në qitohin edhe ajo se për të mirave që imani shkën të rrit, të mirat të tjera, të qelet rruga për me bo dhe të mirat të tjera.
përveç një të mirë që ka të nis. Në mësoj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin që e sjellë Imam Buhariu dhe Muslimi prej Ibn Mas'udit, Abdullah ibn Mas'udit. Tha pejgamberi alayhis salam: "Aleikum bis-sidq." O ju njerëz, bëhuni njerëz të sinqert. Bëhuni njerëz të sinqert, fa inna as-sidqa yahdi ila al-birr. Për shkak se sinqeriteti të shën, apo e vren, vazhdo më koni sinqert. Se e mira kjo, e sinqeriteti vazhdon, jemi të fortë që më koni vazhdueshëm në fe. E sinqeriteti kë çon në mirësi. Wa innal birra yahdi ila al-janna. Ana se ti çon mirësi, e të mira tha pejgamberi, çojnë në xhennet. Wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra hatta yuktabu 'inda Allahi siddiqa. Tha pejgamberi, e vazhdon. Njeriu në fenë e tij, në jetën e tij, vazhdon duke u përpiqur me kon i sinqert derisa të shënohet tek Allahu i sinqerti. Pra për më shënu tek Allahu i sinqerti, po do ka veç një herë një të folur me kon i sinqert, apo? Po do ka me qeni vazhdueshëm në sinqeritet? Po do ka me pos dinin vazhdimsi, me qeni vazhdueshëm i sinqert, për më shënu tek Allahu i sinqerti. Edhe kur shënohesh tek Allahu i sinqerti, është shkollë, është drejtë, është sinjal që ti ose ty tu ka ngritur imani, vazhdon hadithi, wa iyyakum wal kadhib. Edhe kujdes mos u bani njerëz gënjeshtar. Fa inal kadhib yahdi ila al fujur. Se gënjeshtra çon këshia. Nëse të rshiti një herë goja, gënjeve, tha astaghfirullah, diçka tjetër. Ndërsa nëse vazhdon njëri veç turrajt, e vazhdon të keqen, porzit ke me vazhdu të mirën, vazhdimin të mirës në xhennet, e vazhdimit të keqës, nëse njëri tha pejgamberi gënjen, e keqja që domethënë në të këshia, wa inal fujur yahdi ila an-nar, e pastaj të këshijat ku kanë me të çuta pejgamberi, të këshijat çojnë në zjarr, wa ma yazalu rajulu yakdhib wa yataharra al-kadhib hatta yuktabu 'inda Allahi kadhaba. Edhe sa vazhdon, jemi ty fol ato që me vazhdon të mira. Këto ta pejgamberi, nëse njëri vazhdon vetë të rrejt, tha i vjen momenti që tek Zoti i Madhërisht shënohet gënjeshtari. Dhe jo veç gënjeshtari tek Allahu, po vallahi që kjo shënohet edhe tek njerëzit e tjerë, njerëzit në tokë, shënohesh gënjeshtar. E pastaj, nëse shënohesh edhe tek njerëzit në tokë si gënjeshtar, atëherë dije se ti i flet nashta të rastis me fol drejtë, me fol një disa herë, po s'ta merr mu kush fjalën se je shënuar tek Allahu si gënjeshtar. Edhe tek njerëzit prandaj shënohesh si gënjeshtar. Thash që kjo me koni vazhdueshëm në fe, me koni vazhdueshëm, kjo mu të shtu imani, më shku ma afër Allahut azza wa jall. Jo veç kaq, po edhe thash me çel rrugë për vepra të mira. Ati që kanë thonë disa prej të parëve të në selefit gjeneratëve të para, për këtë çështje kanë thonë, se nëse e shifni një njeri, të i bon një vepër të mirë, ka thonë, parë tanë, fa'lam anë indehu akhawatiha. Dije se, përderisa ai po e ban një vepër të mirë, dije se i ka si motrat e saj për rrethit. Që i bjen kjo? Dije se ai ka disa vepra tjera të mira që ti s'jetu ja po. Për kështu e kuptuan të parët tonë, përderisa ti po ban një vepër të mirë, ajo e vepra e mirë e jo të e vazhdueshme, ka me të qu me bon vepra të mira tjera. Pastaj tanë, e nëse e shen një njeri, fi ma'siyatillah, nëse e shen një njeri që është duke i bon gjunah Allahut azza wa jall, fa'lam anë indehu akhawatiha. Dije se ti po e sheqat vepër të keqe të e bon rubi. Por ti të këshia tjera s'po jashe, thanë porë të ndije se i ka si mutrat e soj rejtë po si të japoti. Që do në të thëtë, i ka gjunohet e tjera, se e keqja po qënë të e keqja, tha i ka gjunohet e tjera po si të japoti. Kështu për kjo prej dobive, të asoj që ti me qeni vazhdueshëm në fe, është se vazhdimi shkon të rrit imani edhe të qel dyrt për të mirat të tjera. Pastaj, prej dobive të tjera, prej të mirave të tjera që ti me qeni vazhdueshëm në fe, është që mos mu llogarit tek Allahu si i pakujdesshëm, si njeri nga flet, i thonë, njeri i pakujdesshëm. Je i pakujdesshëm nëse nuk je i vazhdueshëm në fe. Që ditë si ta bash vetën tënde
që je duke i vazhdueshëm në fe, nuk llogaritesh ti prej të pakujdesshmeve. E ata njerëz që janë të pakujdesshëm në fe, si kushtoj shumë rëndësi fes, nuk i ka lavdëruar Allahu e as pejgamberi dhe dinin përgjithësi si ka lavdëru, por këta i ka përqesh. Allahu azza wa jalla thot: "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifa." Tha Allahu, ti vazhdoje përmende Zotin tënd me frikë, respekt ndaj tij. Edhe më sheftas nëse është nevoja, edhe më sheftas përmende Allahun azza wa jall, wa duna al-jahri min al-qawl. Edhe bile, tha kur ta përmendsh Allahun, nëse je prej atyne që nuk janisësh me thonë janis la ilaha illallah, me të madhe, e mrena tani të këshijat, por tha edhe kështu me Zot madh, tha bile mëse përmend hiç. Edhe ato që ka tha, bil ghuduwi wal asal, edhe mos e nal. Kjo është qëllimi. Me koni vazhdueshëm, me përmend Allahun, me koni vazhdueshëm. Tha mos e nal, përmende Allahun mëngjes dhe mbrëmje. Mëngjes mbrëmje vazhdimisht. Prej sabahit deri në akşam ti përmend Allahun. Që është rezultati, tha Allah azza wajal, "Wala takum min al-ghafilin." Se kështu, nëse zvepron kështu, ti me kon vazhdimisht i lidhur me fen, atëherë ki me kon prej të pakujdesshmeve. Prej njerëzve jo të mirë, prej të pakujdesshmeve. Për ta tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, na shërojmë një hadith tjetër që ka sjell Imam Muslimi, si prej Abdullah ibn Amrit edhe prej Abu Hurairës, tha: Një ditë për ditëve pejgamberi sa prej hutbes së tij, tha: "O ju njerëz, tha po vazhdojnë disa njerëz, dikush po vepron që po e lën xhumon. Po e lën xhumon pa e fol. Tha nëse ai e lën, la yahtimanna Allahu ala qulubihim." Kujdes tha, se nëse ju e lëni pa e fol xhumon, pa na arsye të pranueshme sheriatike i vjen, pa na arsye të pranueshme, ose nuk je udhëtar, por je burr i shëndosh edhe vendas, tha Allahu ka me ta vullosur zemrën tonde. Kur ta vullos Allahu zemrën tonde, çka i vjen? I vjen që ti përmeron në kufër në shirk është ofër. Let e ki. I vjen që ti mu të vërtetën e ki vështirë për ta kuptuar, se i ke në gjumot. Së shta pejgamberi, ti të vërtetën e ki problem e kuptu. Ty të fletë hoqe që në argumente ti bjen, motis bjen trun që të knejt hin, edhe ka ona tjetër dalin. Motis je që i kuptan argumentet. Pse kështu? Se e le gjumon, ndërsa fundi hadithit, kjo përna interesant, ta pejgamberi, thumme le jekunenne min el ghafilin, e pastaj kë ka me qenë prej të pakujdeshmeve. Pra nëse i le gjumon, rëziku shumë i madhë, por fundi ka me konë prej të pakujdeshmeve. E nëse ti pra je i kopër, apëse së randë, sot randë, sot modë, e po pejgamberi, alësëm, me konë njëri i pakujdeshëm në fej. Ndërsa, ti nëse je vazhdueshëm në fe, atëherë je i sigurt prej pakujdesis në fe. Pastaj ta pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për më na mësu neve se sa e pëlqen ky dini ju në Islam, me koni vazhdueshëm në fe. Sa shumë e dën. Tha me një hadith të cilin e ka sjellë Abu Davudi, e ka saksu Sheikhul Albani, vjen prej Abdullah ibn Amr ibn al-Asit. Tha pejgamberi alayhis salam: "Man qama bi 10 ayatin lam yuktab min al-ghafilin." Kush quhet natën, s'mon me fol shumë, nuk po flitet për farzet e ditës, po quhesh natën i fal recate. Edhe tha pejgamberi alayhis salam, qëllimi final me koni vazhdueshëm në fe. Tha nëse quhesh natën, edhe ke fol namaz, veç 10 ajete ke lezu. Veç 10 ajete. A di se i bin 10 ajete. Fatiha një 7, edhe inna a'tainaka al-kawthar një 3, me çikash mi lezu. Mi fol 2 recate. Tha pejgamberi, cili është rezultati i kësajna? Tha nuk ki mu shenu ti prej të pakujdeshmeve. Ki me kon për njerëzve të mirë. S'ki me kon njeri i pakujdeshëm në fejë. Me qikaq, kërkoj pejgamberi, nëse zbash shumë, por të pakten veç me qikaq, veç me 10 ajete, ki mu qu dhe mi lezu, ose namaz, ose jash namazit, atë ki mu llogarit që s'je prej aty në të pakujdeshme. Wa men qama bi 100 ayatin kutiba min al-qanitin. Nëse ndodh tha pejgamberi, mu qu dikush natën, qof namaz ose jo namaz, me i lezu 100 ajete, henez ma shumë i përqëndruar në fej, henez ma shumë i kopër me Allah në zëvëgjen,
tha pejgamberi, ka moshenu prej qanitineve, atyne që janë të vazhdushëm në din, ata që vazhdimisht janë të kopër me fejen, edhe ata që janë njerëz të penduar, edhe ata njerëz që kanë frikë Allahun azza wa jall, prej tyne ka moshenu. Pastaj tha pejgamberi, wa man qama bi alfi ayatin kutiba min al muqantarin, ama bakia, muçunatën me ledun 1000 ajete. Po të keni qenë, tash 1000 ajete, ti ke me kanë prej atyre që shpërblim tek Zoti, ose simulogari gati në deregjet të melekve, edhe shpërblim tek Zoti muqantara, është me marrë një sasi të sevapeve me miliona që thuna na, ose llogarive Zoti me ditë. Pra qëllimi i këtij hadithi që e përmenda është me qenë i vazhdueshëm në fe. Edhe i kapur për dinin e Zotit. Për shkak se të parët tu në kanë thonë, nëse ti nuk je i vazhdueshëm në fe, nuk e ke lidh veten tënde me fe, shpirtin tënd me fe, me urnat e obligimet e Zotit me të mira që Zoti ka përmend, atëherë thanë, ti nëse se ke lidh shpirtin tënd me këtu, shpirti jot ka me të lidh me të këqija dhe të irrituar dhe të dëmshme. Pastaj, prej të mirave që ti nëse vazhdon vazhdimisht me kon fe, është edhe ajo se të ban të dashur tek Zoti. Të lidh me dashurinë e Allahut azza wa jall. Allahu azza wa jall e përmend pejgamberin në hadith kutsi, e ka sjellë Imam Buhariu për Abu Hurairës. Hadithi i gjatë fundi po e përmend. Tha pejgamberi asum se ka thënë Allahu, "Wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbuh." Tha pejgamberi, robi vazhdon të bën nafile, të bën namaze vullnetare, vepra vullnetare. Tha vazhdon deri kur? Derisa unë nuk po do ka vesh me një herë. Dhe gjatë muajit Ramazanit s'po vleka, po do ka me kone vazhdueshme. Tha pejgamberi që Allahu po thot, nëse ai vazhdon me çito të pakta ata, vazhdon derisa unë ta du atë. E kur Allahu të don, ashtu me hadithe, kështu me sjarime dhe hadithe tjera, kur Allahu të don, ai bëhet shikimi yt, ai bëhet ndëgjimi yt, ai bëhet dora yt edhe këmba yte. Don të thot hadithi, zbërthim, ai ti kur të shikosh diçka, e shikon veç ka e kënaq Allahun. Kur flet diçka, veç ka e kënaq Allahun. Kur dëgjon diçka çashtu, edhe kur shkon dikun veç ka e kënaq Allahun azza wa jall. Kjo, pastaj prej të mirave tjera që i arrit njeriu kur është i kapur dhe i lidhur me dinin e Zotit vazhdimisht, jo për një ditë dhe për një kohë dhe për një muaj, është edhe ajo se bëhet sebeb për me të shpëtu ty prej vështërsive ku të kapin vështërsi. Jo e dini historinë e Yunusit alayhis salam. Yunusi alayhis salam, një histori e gjatë për shkurt. Kur shkoi i rastisi u largu prej popullit të tij pa lejen e Zotit, atëherë ai u dash mu gjujt në deti edhe e kapi balena ose peshku i madh. E kapi Yunusin, edhe shtinin barkun e tij. Allahu i jopi dhe e kape shtinin barkun, por dama ti me si ban. E hadisi e përmendi Allahun, Allah azza wa jalla tha, "Falawla annahu kana min al-musabbihin, la labitha fi batnihi ila yawm yub'athun." Ky Yunusi, sikur mos ishte për e njerëzve që në rahati jenë konë gjithherë të lidhur me Zotin, sikur mos ishte për atyne që gjithherë vazhdimsi e ka përmen Allahun, sikur mos ishte për i tyre, kishte me qenë barkun e peshke deri në kiamet. Çka aludon ajeti? Ajeti aludon se ti nëse je i vazhdueshëm i lidhur në fe, kur të kap rreziku, kur të kap problemet, kur të kap një musibeti, atëherë let ki me dal prej tyna me lejen e Allahut azza wa jall. Edhe për përfaqësojmë një fundit me një hadith, përfundoj me sot, hadithin që sjell Imam Tirmidhi dhe ai ka thonë vetë që është hasanun sahih, kur pejgamberi mësoi Ibn Abbasin, i tha, "Ja gulam, o çuni tha Ibn Abbasit, inni uallimuka kalimat." Unë po ti mësoj ty o çon do fjalë, moj men ato. Ihfazillah yahfazka. Ti ruje Zotin. Ruje Allahun, ai të ruan ty. Ihfazillah tajidhu tujahak. Ti ruje Allahun, ai ka më të gjin pastaj kur ti ki mas shumë ti nevojë dhe vazhdon hadithi s'ka ta krip shakues. Por ajo që i tha pejgamberi, ti ruje Allahun, po ti ruje në vazhdimsi, edhe kur je i lirë, atëherë Allahu kur ti jesh në vështirësi, ka me të rujt edhe ka më të gjinë. Pra këto ishin disa prej argumenteve, e që vazhdojna edhe me tjerat inshallah në gjumën e ardhshme, prej argumenteve se ky dini jon kërkon me qenë i vazhdueshëm në dinin ton, nuk është din kjo që është për një ditë,
Nuk është fe që është për një ditë, as për një javë, as për një muaj, as për një vit, por është për jetën tonë dhe krejt. Me kon njëri që e ka dhe ndjek dinin që Zoti na ka porosit me ndjek. Na lusmi Allahun azza wa jall të na afat në mëshirën. Lusmi Allahun azza wa jall që për atyre që ndjekin dinin dhe hesin vazhdimisht, që ka thonë dini Allahu të na bën. Lusmi Allahun që në xhenet me pejgamberet të na takon. Walhamdulillahi rabbil alamin.